kur nana është infektuar me një virus që quhet virusi hepatitit B. Se janë disa grupe të sëmundjeve që atakojnë mëlçin, përpos alkoolit që e përmendëm, ushqimeve edhe medikamenteve. Janë sëmundjet infektive, në grupin e tyre bëjnë pjesë 4 viruse që janë infektiv, është virusi hepatitit A, B, C, dhe më thonë D edhe E. Janë 5, dhe më thonë. Në qoftë se nana është infektuar me virusin e hepatitit B, atëherë ka gjasa që edhe fëmiu të infektohet, për shembull, edhe duhet në atë kohë gjatë lindjes të jepen disa serume me antitrupa që e ruajnë fëmin në mënyrë që mos të infektohet. Pra, nanat që janë të infektuara me virusin e hepatitit B, duhet gjithmonë të janë nën përkujdesjen e ginekologut dhe infektologut në mënyrë që virusi mos të bartet te fëmijët. Po pastaj, edhe në qoftë se fëmiu nuk vaksinohet, për shembull, se për virusin e hepatitit B ka vaksinë, atëherë ai gjatë fëmijërisë së hershme mund të jetë i rrezikuar prej infeksionit me këtë virus. Si bartet ky virus? Bartet përmes gjakut, për shembull të intervenimet kirurgjike të ndryshme, ose ne kur marrim transfuzione gjakut, të cilat nuk janë të kontrolluara, edhe përmes kontaktit seksual. Këto janë rrugët të cilat hapen. Ndërsa virusi i hepatitit A bartet përmes ujit të ndotër. Për shembull, përpara shumë ka qenë i përhapur kur nuk ka qenë i shtrim ujësjellësi në për gjitha zonat. Shumica e familjeve kanë pas bunare apo puse, edhe në qoftë se e manin mend, ndoshta ti nuk e man mend, kanë pas WC-t në fund të oborrit. Edhe nuk ka qenë kanalizim, nuk ka pas, nuk është rujt distanca e duhur në mes WC-s, se WC-ja ka pas një grup septike ku janë grumbullu, domethënë ujërat e fekaljeve. Edhe në qoftë se nuk ka qenë distanca e duhur prej bunarit, atëherë i gjithë mbetjet fekale përmes tokës kanë depërtuar në te bunari dhe janë kontaminuar. Dhe shpesh, domethënë, kemi pas infeksione të ndryshme, qoftë me virusin e hepatitit A, po edhe infeksione tjera të cilat barten përmes ujit dhe janë shumë të rrezikshme përmes për zorën e njerëzit, por edhe për organizmin në tërësi. Pastaj tham edhe në moshën e adoleshencës, fëmijët janë të rrezikuar sepse ka filluar përdorimi i alkoolit, po dhe i drogave, besa edhe i ilaçeve, domethënë stimuluese për probleme të ndryshme, të cilat dëmtojnë jo vetëm mëlçin, po edhe krejt organizmin edhe sistemin nervor. Po, me qenë se i cekë ilaçe, doktor, cilat prej ilaçeve mundën me qenë me pas dëmtim negativ në mëlçi? Ilaçet zakonisht eliminohen në organizëm përmes 2 rrugëve, përmes mëlçisë edhe veshkave. Gjithmonë, domethënë, kur kemi të bëjmë me përdorimin e ilaçeve, duhet të kemi kujdes pacientët të cilët kanë probleme me mëlçin, mos t'i shënojmë ato ilaçe të cilat e dëmtojnë mëlçin, pacientët të cilët kanë problem me veshkat, mos t'i japim ilaçe të cilat i dëmtojnë veshkat. Ka grupe të ndryshme të ilaçeve të cilat e dëmtojnë mëlçin, duke u nisur prej antibiotikëve, prej barnave kundër dhimbjes, duke vazhduar deri te kontraceptivët, të cilët janë përdorur në mënyrë pa kontrolluar te femnat e reja. Po, doktor, me qenë se të kam sot në studio, po du me ndalë pak edhe tek luksin. Tregom pak cilat janë shkaqet kryesore që dëmtojnë luksin. Luksi është një organ i rëndësishëm i cili ka të bëjë me tretjen, po shërben edhe si rezervari ushqimit, po edhe si mulli ku përzihet ushqimi në mënyrë mekanike